kemi pa ty protestu për diploma, universitetet private, pra universitetet të diplomuar universitetet private të Shqipërisë nuk po i njihen diplomat në Kosovë. A njihen të Kosovës në Shqipëri? Po njihen. E pse kjo pengesë ku na i njohim edhe diplomat e Serbisë në vendin tonë? Mendoj që Ministri i Arsimit mendon që niveli i arsimit tu është shumë i lartë. Aha. Kështu do thoni me shumë ironi. Ja, mirë diplomatike, thotë edhe këtë. Çështja ashtu që neve është folur shpesh për këto mbledhjet e dy qeverive që janë bërë. Janë bërë dy mbledhje, një viti 13-14, me shqiponjën e madhe një që me shqiponjën e madhe. Po shumë bukur dhe kisha, e shqiponjën e madhe. Si dizajn po edhe grafik, po. Po edhe shumë interesante. Po, a përshë hapat konkret nuk realizohen, po na bën. Sa më madhe shqiponja, çast më i madh mashtrimi ko pas kohë është. Jo, megjithatë unë kam shumë seriozisht që ka hapa përpara. Diplomat nuk pranohen, pra Më fal. Kemi po 50 vjetë, 100 ty protestu. Po, problemi është ashtu që neve çdo gjë madhe domon se si është volumi i shkëmbimeve të njerëzve kështu. Domon brenda një viti nga Kosova në Shqipëri padyshim shkojnë 1 milion vet në periudha të caktuar. Ti mund shosh 3-4 herë e tjetër me radhë, domon ka një fluks shumë të madh. Nga ana tjetër ajo që është shumë e rëndësishme që kjo po shikohet edhe me rritjen e bilancit ekonomik, të shkëmbimeve ekonomike midis dy vendeve. Kjo shikohet pas edhe me numrin e njerëzve që janë punësuar në të dy anët, edhe në Shqipëri dhe në Kosovë. Domthon ka një rritje të madhe. Natyrisht qeveritë ndikojnë për të sensibilizuar më tepër, por edhe për pas disa arritje. Kjo çështja e diplomave është vendosur në mbledhjen e dy qeverive që do njihet njëja diplomave reciproke. Por ajo që më bën kështu çudi është sepse këto studentët e këto që kanë mbaruar shkollat e larta merren një herë para ambasadës 100 vet. Unë kisha thënë do vinë 10-15 vet, ku di funksion aty. Ne nuk jemi ambasada e Shtetit Bashkuar. Po, edhe ato nuk kanë hapësira kaq të mëdha. Dhe ku i thash, po do interesoni të autoritetet tu. Dhe ku është e keqja kësaj pune? Keqja është se ndonjëherë to thonë diplomat e universiteteve private. Jo vetëm kaq, por edhe të Universitetit Publik Tiranës. Për shumë një diplomë për ta nostrifikuar tu është domethënë marrjet me diplomu këtë me marrë fillim. Dhe ajo pastaj që bën habi është që ju shikoni pak edhe diplomat e perëndimit anglisë, francës me dyshim. Prandaj ky nuk është problem midis nesh, por është problem këtu në Kosovë. Dhe çuditërisht institucionet të gjithë institucionet. Çfarë po thonë? Me ministrin jam takuar 5 herë 6 herë, e zgjidhin javën tjetër. Okej. Shkojnë këto tjerë dhe zgjidhin javën tjetër, me sa duket domethënë nuk e di sa do të jetë java tjetër, por uroj që të zgjidhet.